Si e trajton Islami apo çfarë rëndësi i jep informatës së saktë, të verifikuar? Vetë feja është ndërtuar mbi transmetime. Qartë. Edhe Kur'ani neve na ka me transmetim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është burimi i saktë. Kështu që na si musliman e kemi parasysh që transmetimi apo përcjellja e informatës detyrimisht duhet më konë e saktë, për arsye se thirresh në të vërtetën. Thirresh në ato që beson me bindje që është burimi i saktë. Vetë Allahu jep dëshmi për fjalën e tij, për Kur'anin në Kur'an. Wa man asdaqu min Allahi qila. Kush është më ai që flet më drejt se Allahu dhu xhelal. Se përderisa të thirresh që je besimtar, besim drejt, atëherë detyrimisht do të gati me reflektua dhe fjalë të tilla, fjalë të drejta, fjalë. Si i trajton Kur'ani, libri i Zotit, lajmet e rrema dhe përhapjen e tyre? Do e mos marrja e informatës pa verifikuar do të ketë pasojat e saj. Faktikisht kjo është një përshkrim i Kur'anit për diçka që ka ndodhur, që është duke ndodhur, dhe do të ndodhë dhe do të vazhdojë të ndodhë. Ta pranosh që je musliman, detyrimisht e ke pranuar që ti nuk ke rënë në hadithin e pejgamberit që ka thënë muslimani nuk gënjen. Si i hik kësaj përgjegjësie, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë mjafton për njeriu të jetë gënjeshtar ta përcjell këtë çka dëgjon. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Allahun e falenderojmë mbi pejgamberin ton Muhammedin, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Jemi në episodin e 4 të podcastit në Mejlis të sezonit të tretë. Do të flasim sot për informacionin, për atë që apo çfarë efekti ka mundësi nëse informacioni i cili vjen deri tek ne është i gabuar apo është i rrem. Për të biseduar për këtë çështje, sonte misafire kemi hoxhën e nderuar, magjistrin Shpend Efendi Zeneli. Mos ta gavet, ja shtoj D-jen. Të cilët i shprehim mirëseardhje, mirë se vjen hoxhë nderuar në mezhlisin ton. Ju keni qenë disa herë dhe kjo është me të vërtet një nder që e tregoni ndaj neve, duke qenë vazhdimisht i gatshëm që të merrni pjesë në këto biseda tona që kanë qëllime fisnike, që t'i vëdisojnë njerëzit lidhur me fenë e tyre, me çështje që i bëjnë dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Allah shpërblet edhe juve për ftesën. Shpresojmë sadopak Po. Ti bisedojmë po disa tema që na përkasin edhe neve, edhe na prekin po dyshim. Me sqaru diçka rreth asaj çka ka thënë Allahu, pejgamberi alayhis salam me kështu me radhë. Informata është një gjë, dezinformata është diçka tjetër. Si e trajton Islami apo çfarë rëndësi i jep informatës së saktë, të verifikuar? Ajo informatë e cila mbi të cilët ndërtohen edhe dispozitat fetare, ndërtohen mbi informatat e sakta, mbi argumentet e sakta prej Kuranit dhe prej Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Padyshim, vetë feja është ndërtuar mbi transmetime. Edhe Kurani neve na ka me transmetim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që është burimi i saktë. E ai nga Xhibrili alayhis salam, e pastaj sahabët nga pejgamberi kanë regjistruar ato në formë të shkruar, dhe kështu është përcjell. Pastaj vetë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që fjalët e tij e dim se kanë ardhur shumica e fjalëve në mënyrë gojore tek gjenerata të tjera. Pak ka pas prej sahabëve që kanë shkruajt nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që na si musliman e kemi parasysh që transmetimi apo përcjellja e informatës detyrimisht duhet më konë e saktë, për arsye se thirresh në të vërtetën. Thirresh në ato që beson me bindje që është burimi i saktë. Dhe çdo shkelje e kësajna në detyrimisht gabimi i informacionit pastaj mund del edhe në rrend dhe manipulime. Në këtë situatë ne këto fjalë ja atribuojmë Allahut edhe pejgamberit, që janë ata që neve na e kanë, domethënë Allah e ka shpallë fejen, ndërsa pejgamberi sa e ka kumtuar fejen deri tek ne. Prandaj flasim për diçka që kthehet tek ai i cili është e vërtetë absolute, domethënë. El-Haq, një prej emrave të Allahut është El-Haq, Zoti i vërtetë. Vetë Allahu jep dëshmi
për fjalën e tij, për Kur'anin në Kur'an. Wa man asdaqu min Allahi qila. Kush është më ai që flet më drejt se Allahu dhu xhelal. Ande edhe tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shohim në hadithet e tij që e ka përmend. Kështu që Islami kërkon me të vërtet si fe me formsu personalitetin e një njeriu që ai edhe gjatë këtij procesi që është një proces marrja e dijes ose marrja e informatës, marrja një njohurie, çfarë do të qoftë ajo, edhe për cilët tek tjetër është barë dhe përgjegjësi. Ai kërkon prej tij që më kanë i drejtë, më kanë korrekt. Thot Allahu dhu xhelal wa idha qultum fa'dilu walau ala dha qurba. Kur të flitni drejt, qoftë edhe ndaj të afërmit tuaj. Që të jesh i drejt është një prej kërkesave fetare që të jesh fetar i mirë. Do të thonë, për më ka musliman i mirë, do të më kanë edhe kjo fushë të shumë mirë e rregulluar. Nëse na thirremi tek ajo që fen e kemi diçka të brendshme shpirtërore, besojnë Allahun dhu xhelal. Mirë po, dezinformata plot, shpifja, akuza pa ndërprej, rrena dhe manipulim, atëre nuk vjen përputhshmëri një ana me tjetrën, se përderisa të thirrësh që je besimtar, besim drejt, atëherë detyrimisht do të gati me reflektua dhe fjalë të tilla, fjalë të drejta, fjalë të vërteta. Në vërteta është ajo që na ka ardhur nëpërmjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo duhet me qenë cilësi e besimtarit. Si i trajton Kur'ani, libri i Zotit, lajmet e rrema dhe përhapjen e tyre. Lajmet e rreme dhe përhapjen e tyre. Domethënë është interesant. Allahu dhu xhelal kur i përmend edhe këto çështje në Kur'an, flitet për ta parasysh se janë çështje shumë madhore. Domethënë, nëse i marrim shkele shko edhe i neglizhojmë, ja na shkalojmë, nuk i zëm për të madhe shumë, pasojat pastaj do të jenë shumë të rënda. Domethënë, me dëm shumë të madh dhe shumë të gjerë. Kur e trajton Kur'ani, kur e trajton feja, detyrimisht do ta kuptosh se kjo çështje është për të mirën e edhe të individit, në fillim, po edhe të mirën e shoqërisë. Dezinformata mund me kanën totalisht e gabueshme, do të thonë është një shpikje e re, është një trillim i ri, është një gënjeshtër e pastër, ose mund me kanë dezinformat duke e mbështjell të vërtetën me të pavërtetë, ose duke e komentuar të vërtetën në forma të ndryshme, që ndonjëherë flitet për një rrend kollume, ose ndonjëherë flitet për diçka që mund të mbështjellë dhe mund të hutohet njeriu se a është e vërtetë ajo. E sidomos ajeti kuranor që shumë formë konkrete flet për këtë çështje është ajeti surës Huxhurat. Që dihet sura Huxhurat është një prej surave që ka mesazhin e edukimit për individin dhe për shoqërinë. Thot Allahu dhul xhelal ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binabin fatabayinu. Ju të cilët keni besuar, nëse vjen tek ju një fasik dhe ju përcjellë ju një lajm, konfirmoni, vërtetoni lajmin, që të mos goditeni me ignorancë. Do mos marrja e informatës pa verifikuar do të ketë pasojat e saj. Dhe shiko se si Kurani e potencon, do të thonë si e vlerëson Kurani përcjelljen e lajmit pa e ditë burimin, pa e verifiku thënsin, pa e verifiku argumentin, pa e zbulu çështjen drejt, pa e sqaruar mirë, fund me e kthy tek ata që e din mirë çështjen në komentin e dietarëve apo njerëzve të konkret që të cilët e përcjellin lajmin e kështu me radhë. Edhe flet Allahu dhu xhelal thot fasik, njeriu i cili nuk ia vënon menën informatës që e transmeton. E komar. Dhe kjo shpesh na ndodh kur se jo çdo herë njeriu mund të jetë ai që e bën e partë informatën e gabuar ose informatën komplet treme dhe trilluar, mund më kanë njeri që qëllimisht e bën atë. S'po themi që gjitha për atyre janë gënjeshtar. Po edhe kur e bën pa vetdije, kur e bën edhe me një farë neglizhencë, atëherë dëmi është i njëjtë. Ndesh e bën me qëllim të keq, apo je për atyre që nuk i vënon fare veshën mirë informatës, po vetë them diçka, dëmi është dëm. Do thonë është rreziku që të përfshihesh nga ky emërtim që përmend Allahu. Unë përmend sigur argumente dhe rastin e shpifjes që e bëjnë Aishës radhiyallahu anha.
e cila e ka shqetësu fillimisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka vendosur atë në një pozitë të palakmoshme, edhe kësaj shpifje i kanë besuar edhe një grup të besimtarë. Padyshim. Janë bë pre e informatës gabueshme, domethënë dezinformatave. Edhe Allah do të tregon se çfarë fuqi ka një informat e rreme, e pavërtet, e paverifikuar, dhe çfarë dëmi ka mundësi me shkaktuar në një shoqëri. Fuqi është padyshim se na hadiner harrojmë çfarë peshe mund të ketë fjala. Allahu Xhelal për me përmisu, domethënë njerëzimin, dërgoi fjalë. Pejgamberi sa misionin e tij e përcjellën me fjalë. Dhe Allahu Xhelal i thotë se nuk ke ti më tepër se të kumtosh fen. Nuk e dha më tepër përgjegjësi ose nuk e dha detyra të tjera, nuk e angazhoi me diçka tjetër. Fjala. Edhe fjala, ndoshta mund me kanë fjalë goje, por kur është e gabueshme, më thonë mund me ardhë dhe pasojë. Për çat Kur'ani fillimisht kur e merr këtë çështje dhe e trajton në mënyrë e quan fasik personin i cili mirët me këto gjëra. E dyta, e quan ignorancë punën se do të kesh pasojë të tilla që vetëm një ignorant. Dhe ka më shumë hije një shoqërisë që ku dominon ignoranca se një shoqërisë si është shoqëria e Islamit, që është shoqëria e dijes. Padyshim. E së vërtetës, e argumenteve të qarta dhe të sakta. Pastaj e quan gënjeshtër. Dhe ndalon që të dëgjohet. Kemi ajete ku Allahu ndalon që të më ndajt njeriu aty ku flitën këto gjëra, të kotat. Do të thonë gjitha këto, sikur që është edhe ajeti kuranor, innal ladhina yuhibbuna an tashia fahishatan, sikur që ishte rasti e Aishës, ata të cilët dëshirojnë të përhapin një të keqen mesin e njerëzve, yebuna kumul fitna, dëshirojnë të keqen fitnë për juve. Semaun lil kadhibi, ka thënë në disa raste që dëgjojnë gënjeshtrën. Semaun e ka përdorur në superlativ, do të thonë shumë me vëmendje ndëgjojnë gënjeshtrën. Edhe e përhapin atë. Faktikisht kjo është një përshkrim i Koranit për diçka që ka ndodhur, që është duke ndodhur, dhe do të ndodhë dhe do të vazhdojë të ndodhë. Andaj vërejtjet që i përmend Kurani, me të vërtetë duhet njeriu çdo vërejtje kuranore me marrë dhe me registru, me në një vit mirë asaj se je rrezikuar nga kjo gjatë të jetës, edhe ti si person dhe si individ, ose në vendin e punës, ose në shoqëri, ose në familjen, ku do koft. Mund më të prek një ditë një dezinformat çka do të thonë dorën zemër askush nuk do ta dëshironte as për veten e tij, as për dikon tjetër që të manipulohet me dezinformat, të thotë për ty diçka që nuk është. Po ja që do të thonë edhe historia e njerëzimit, po edhe sot me sytë e ballit na edhe me veshët tonë dëgjojmë se pak po ka njerëz që përhapin edhe qëllimisht edhe nuk ndalen. Na e dim se Allahu Xhelal flet për veten e tij. A është e vërtet një apo a janë të barabartë një gënjeshtër me një gjysmë të vërtetë? Apo gjysma e vërtetës është më afër të vërtetës? Se shpesh edhe gjysma e vërtetës mund të ketë shkurtohet. Sigur për shembull se e marrim ajetin ku Allahu Xhelal flet për ata që e bënojnë namazin. Se do të dënon fawailun lil musallin. Mirë për ata që falen. Nëse e marr vetëm këtë pjesë, ajo është pjesë e Kuranit, është diçka që është e vërtetë. Po e kena lënë gjys. Ja do këto shkëputjet që ka bën, padyshim që, do thonë, se ne sot jetojmë në një botë ku me këto shkëputjet, prerjet, po, edhe pastaj montimet e ndryshme, montazhat e ndryshme, është interesant. Është interesant. Ta pranosh që je musliman. Detyrimisht e ke pranuar që ti nuk ke rënë në hadithin e pejgamberit që ka thënë muslimani nuk gënjen. Edhe kur thot nuk gënjen muslimani, po nuk ka thënë për shembull në hadithet që i kemi dëgjuar se muslimani për shembull nuk vjedh, nuk bën. Gënjeshtër është çështje e madhe, se me gënjeshtër vin pjesë të tabiatit, vin një grumbull as zinxhir i të këqijave që ka vin pastaj. Domthonë pe asajna. Domthonë edhe kjo pështjellimi i të vërtetës me një gjysmë pa vërtet është e çuditshme kur sot
Edhe habit është kur dikush për ty thotë unë qëllimisht e bëj, pse? Shpresoj një të mirë mas asaj, mas gënjeshtës më pas të mira. Masena nuk ndihmohet feja e Zotit, as e vërteta duke gënjy. Vërtet Allah dhe nuk ka nevojë që të gënjehet për me dëshmu se është i vërtet. E as feja islame, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me gënjeshtëse nuk ndihmohet feja. As pak. Përkundazi dalmi në krah shejtanit, i cili mundohet me gënjeshtër. Një prej strategjive të tij të luftës kundër njerëzimit është kjo gënjeshtër. Edhe kur i thot edhe betohet rrenshëm, unë ju këshilloj, hani nga pema e ndaluar se do të bëheni të përjetshëm. Ka se me huma, betohet, do më thonë, se e flet të vërtet, do të thonë, në këtë realitet, a e flet gënjeshtër, diçka që nuk është e vërtet. Jemi bë pre në këtij rendit të tash që po jetojnë në këtë kohë, këtë zaman, rendi i ri, me thonë, thjesht shpesh njerëzit nuk e kanë fare dert përgjithësinë pse e ka përcjell një dezinformat. Edhe kur e pyet, po jo thotë në thjesht e dëgjova të kallëzova, thotë nuk pata diçka, unë s'hima në antenë, thotë unë nuk e konfirmoj. Është përgjithësia jote ta konfirmosh para se ta thosh. Si i hik kësaj përgjithësie, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë mjafton për njeriu të jetë gënjeshtar ta përcjell këtë çka e dëgjon. Po, veç bart fjalë në ato këto. Atë tjeku, do thonë në mënyrë të prerë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam iyakum al-kadhib. Ruajuni nga gënjeshtra. Sepse gënjeshtra e çon drejt mëkateve, ndërsa mëkatet ju çojnë drejt zjarrit të xhehenemit. E thot njeriu vazhdon të gënjejë derisa të shkruhet te Zoti si gënjeshtar. Do thonë kjo është me të vërtetë. Jo, duhet me kuptu si përgjithësi. Do thonë, çka kërkohet prej kur shtjellohet një temë e tillë, dezinformata, e shohim se është pjesë e gënjeshtër, dikush edhe nuk e ka quajtur gënjeshtër më herët. Po jo, thjesht thotë, unë thotë se kam përgjithësi pse ai më ka dhënë gabim. Domethënë ja fugim fajin dikujt tjetër. Edhe nuk e, po ose ishim duke bë mohabet, nuk ishim duke bë palë. Sikur nuk e kuptojnë se ti nëse bart, nëse kumton atë gënjeshtën, ti bësh gënjeshtar. Padyshim. Se ti bësh pjesë atij zinxhirit, i cili apo zinxhirit i cili e përhap gënjeshtën. Pejgamberi e çon gënjeshtër. Pejgamberi sa tash po flasim herë te ajetet, po dalim edhe tek hadithet e pejgamberit. Ka njerë e çon edhe tradhti. Thot pejgamberi sa keburat khiyanatan. Tradhtia e madhe është të flasësh me vllaun tënd, e ai ty të beson, në fakt ti po e gënjen atë. Fakti është me të vërtet. Tradhtia e madhe, mashtrimi i madh është janë. Njerëzit zonë besin fjalët e tua. Do thonë ne jemi njerëz. Fjala jon, fjala është borxh. Do thonë është amanet, është përgjegjësi, është barë e madhe. E mbas fjalës pas edhe vlerësor si njeri. Do thonë nëse del një herë nuk ke qenë i sigurt në lajme, e dyta herë, ke gënjy, e treta herë, po mos prit se njerëzit të zambes pastaj. O shqit se hup vetë besimi tek njerëzit. Subhanallah, jetojmë në një kohë kur gënjeshtra është bërë diçka normal. Për çështje banale gënjej. Për shembull, ti e din atë ka një ilahi për fëmijë, te Mejdi, kanali Majd, edhe sikur i lajmërohet dikush edhe kërkon babajin e telefonit, përgjigjet fëmija e thot thuaj se jam këtu. I thot, o babi, o të tillë dikush në telefon, i thot, kul mohon, thoj se nuk është këtu. Edhe thot babi se jam këtu. Çfarë mesazhe është, ose kemi, do thonë, për çështje banale, shumë banale, për shembull, nuk e ka rregullu shtëpinë, nuk e ka bë të paç shtëpinë, edhe sëmpret misafir, e thot, nuk jam në shtëpi. Mos hajde, i thot misafirit. Do thonë, do momentet që me të vërtet janë banale, marrë të dezinformata nuk jam në gjendje. E kjo Kurani e thot qartë, fe idha qila lakum irji'u farji'u, nëse thot ai nikoçiri kthehuni. S'ka pse me analizu, s'ka është problemi. Apo ti apune misafirit një arsye që ai ka me besuar në realitet, si e thave ti është khiane. Është një tradhti, një mashtrim. Ai po të beson. Ai të beson, ti të thon diçka që ai të beson se është ashtu si është. A realiteti është se ti i tregon një gënjeshtër për një diçka që është shumë e vogël që ka mundësi shumë lehtë të zgjidhet me
me fjalë të Ishme te surja Huxhurat, se më sa harroj, interesant, isha duke dëgjuar një emision në gjuhën arabe, ishe i krishter. Gazetar, edhe pyet një tjetër, thot, çka të pëlqen thot ty te feja islame? Thot, ka shumë gjëra. Po thot, kur i dëgjoj disa ajete, edhe përmend këtë ajetën ja ledhina in ja'akum fasiqun binabin. Thot, nuk mundesh pa u ndalë edhe me u habit. Çfarë formulimi, çfarë mesazhi. Do thonë për një jetë të mirë, do thonë edhe shoqërore, edhe bashkëshortore, familjare, edhe në gjitha aspektet dvyn ky rregull. Mos ajeti mbrapa se ja ju ledhina më çteni bukathina min adhan. O ju të cilë kemi thënë, ikni prej dyshimeve. Wala tajassasu wala yaqtab. Ba'dukum ba'd. Do thonë mos përgojeni, mos shpiononi një tjetër. Këto këto në një farë mënyre të vërteta të shtrembëruara ose të prezantuara, që përgojimi është diçka që ekziston. Por mënyra se si ti e prezanton atë vërtetën nuk është qëllim mirë. Është me qëllim që ta nënçmosh, ta poshtrosh dikënd apo të shkaktosh armiqësi mes teje, se kur ti shiko Islami si është, ku të talon ti të flasësh diçka për dikë që ati nuk i pëlqen, do ti merr parasysh ndjenjat e tij, merr parasysh ndjenjat e tij, emocionet e tij, edhe gjendjen e tij, prandaj ti nuk e përgojon. Edhe ka krahasuar me çka? Ti e din më mirë, apo? Me ngrënien e miqit të vdekur. Të vdekur, po. Është interesant. Por atë Islami shumë jep rëndësi që të ketë një farë siguri shpirtërore në mesin e shoqërisë. Thjesht kur rrin dy veta, dy shok, ai nuk i shkon mendja se ky shoku do t'ja shfrytëzon gjitha informatat tek ti dhe do të manipulon me to, ose do t'ja shpalosë, ose gjitha këto mënyra se si vjen deri te degradimi, humbja e harmonisë, humbja e shoqërisë. Do thonë, jo rastësisht edhe i ndalon, edhe këto ajetet që përmenden që cilësohen në forma të ndryshme si dezinformata, gënjeshtër kështu më radh, edhe hadithet e pejgamberit që janë shumë konkrete, do të thonë shumë konkrete në çështjen se kushdo me një veten musliman për një me, do të thonë me dëshmu veten që është musliman, jashtë atyve thirrjeve që thonë dikush se mjafton të jesh musliman vetëm nga ana shpirtërore, që du të talash pjesën dërmuese të fesë jashtë praktikimit, nuk thirrmi nën to. Ajo nuk është fe, nëse mbetet feja vetëm shpirtërore. Feja tregohet, jetohet, manifestohet, edhe në fjalët e tona se si flasim. Subhanallahu, ne edhe kur bëhet fjalë për dikë që nuk pajtohem me to, nuk na lejo që të gënjejmë. A është e vërtetë kjo? Po, edhe në taj hasmit, ose në taj ati me cilën je i zemru, jemi i hidhruar. Fatkesi sot, për një me jemi duke jetu në kohën e antivlerave që nuk kanë qenë pjesë e as kulturës, traditës e familjes sonë. Sot, një njeri cili më shumë të ka dezinformata, më shumë të gënjen. Shoqënia atë e çon njeri i Zot. Shumë analist. Po, ose në të fushën e atina gazetar dhe analist. Ose të gjitha vallë. Ama i thotë shumë i Zoti. Do thonë është njëri që kryen punë. Ky tjetër që monohet, më qenë i drejtë. Mos më tregu dizona. Thotë ky shumë i ngratë. Shumë ne i vjen brapa mbetur kë, nuk ka mri me kohë se ti dush më kon tash i keq me të çak dush me kon për me pas sukses. Është interesant tash. Jo që për ta ditë e dim si të keqe, po na tash promovojmë ata. Po japim domethënë një farë vlere se ti dush më kon i tillë në këtë shoqëri. Edhe mas e thirrësh se jam musliman i djeni edhe po kush përgjegjësia jote nëse për Allahu xhelal, që tash për më në këtë aspekt, çka mund t'i bëjmë njerëzve të cilët japin edhe shpërndajnë dezinformata pa ndalë, hiç përdit, me qindra me mia. Për aty që bën edhe me qëllimisht, sidomos në botën se tham këto tash inteligjenca artificiale dhe rrjeteve sociale, në botën e medjave, ku s'ka kontroll. Mungon ligji për, domethënë, me gjyku dezinformatat, që të cilat prekin nderin e dikujt, familjen e dikujt, pasurinë e dikujt, kështu më radh. Harmoninë e një populli ndoshta. Ne flasim se jemi shoqëri e cila e çmon sinqeritetin, drejtësinë.
Por akoma s'ka ligj që e ndalon gënjeshtën. Me pas një ligj që nëse gënjen dënohesh. Ose me Dhe vërtetot që ke gënjye. Kjo tregon se si të tham gënjeshtra tek ne akoma është një rrugdalje prej situata ose një mënyrë që praktikojnë njerëzit. Beson tash interesant. Se ti kishte ekzistuar, tash jemi tash në këtë fushatën pakës. Nuk e kam qëllim që të bëj mohabet për politikë, po kishte ekzistuar ligji. Ai që gënjen të dënohet. Nuk e bisedojmë çfarë dënimi, po ka një dënim. Shumë prej politikanëve që kanë gënjyer në fushat, këtë do ta bëjmë. Ose do të rinin heshtur. Duhet të merr në përgjithësi. Ose duhet me hesht sa herë, s'ka çka të flet. Ose subhanallahu, unë habit ndonjëherë çfarë guximi marrin me premtu gjëra që ti mendon se do ta bëjnë shkurtër. Vetë jam dëshmitar kohën e fundit të shoh se në këtë aspekt ka ana fetare për ndjej. Unë besoj që aty mbrapa fshihet një individ, fshihet ndoshta edhe një grup. Përgatitën materiale, incizime, edhe video, edhe me audio, të modifikuara, në të prejme, montume, ndoshta edhe me këto inteligencën artificiale, atë që nuk e ka fol, hiç ato. Edhe ta shpalos ty këto si informat se e ka thonë filan dietari, filan hoxha, e tjetër. Ai video nuk ka dal vetvetijo. Ata e ka përgatit dikush me orë të tëra. Edhe vetëm me i hutu njerëzit, me vjen personit pyet si ka mundësi thot ky hoxh me fol këtë fjalë, këtë fetva në këtë vend. Tash ti vje keq se ka ra prej e ati manipulimet ose tradhtia dhe ati mashtrimi që është bë. Ama sot, do thon, me të vërtetë do të më marr një vendim vet njeriu fillimisht, edhe do të më fol për këtë temë shumë që një musliman njeri sot nuk guxon ta ketë burim të fesë, rrjetin social, mediat, edhe fjale përdoren janë burime të kontaminuara. Do thënë burimet lajmeve të informatorëve që janë të kontaminuara. Ka mundësi të modifikohen, ka mundësi të trillohen, ka mundësi të me AI, me ubo. Edhe dallime shumë i vështirë. Do thënë po flasim për gjeneratat e vogla, se ndoshta ato ekspertët mund t'i dallojnë. Deep fake është nëse para disa vite ka qenë në nivel shumë të lartë, tash është shumë alamanat. Mund ta dallojsh. Edhe sot është shumë shkurt dhe qartë. Pyetën i tri, të vjen me një informat, ku e more? Do ta përmend TikTokun, Instagramin, tjetrën. Nuk që liber, nuk ka pyet personin adekuat, qoftë hoxha, qoftë tjetër. Më thonë, thjesht është marrë informata prej burimit dezinformatave, kur sot, të thash, edhe mediat, edhe rrjetet sociale, nuk e kanë angazhimin shumica atyre me zbulu të vërtetën. Ajo është fshi ajo më prej historisë të mediave. Sot, media shikojnë një lajm bombastik që do të jetë me shumë ndikim, me shumë ndjekës, me shumë like, ama pse masat e lajmi ka dezinformata, ka rrejnë, ave fare nuk e kanë dert. Edhe kjo po shihet për ditë. Edhe masajna, ndoshta edhe ka procese, edhe në gjykat me persona caktuar për çat informat, për çat që e ka dhënë gabimisht, ato procese edhe nuk përfundojnë zotë se kur. Do thonë e mbrojnë veten. S'mundesh ti sot ta marrësh. Specie më e mbrojtur janë gazetarët, të cilët shpesh edhe bëjnë këto. Ato e kanë qëllimisht apo pa qëllim? Më shumë janë të qëllimshme. Se nëse punon për ndonjë agent që duhet me realizu deri në fund, ata e bën me qëllim. Unë nuk mund të besu në këtë kohë ku është çdo send është e qasshme, do të thonë ki mundësi me pas akses apo me u njoftu me këtë informatat, me mendu se s'ka më marrë vesh se kjo është gënjeshtër. Në Amerikë tash ti e din Trumpi të bën një fushat shumë madhe kundër disa gazetarëve, që tallën me to edhe i bëjnë do monologje ku ata e nënversojnë. E njëri ndalohen, javën e kaluar ndalohen, këtë javë përsëri morën leje që do ta vazhdoj emisionin e vet. E thoshte brenda kësaj javës ku nuk pas emision, unë tha asnjë deklaratë s'kum dhënë. A e di se i tregoj të një 7-8 video
që i kanë shirë me AI, me inteligencën artificiale, kinë saj shka thotë se do të vazhdoj punë. Pa e thonë as pak. Shumë është e rrezikshme. Shumë është e rrezikshme. Më thonë, sidomos kur tash po e merr guximin, nuk e din, ndoshta se sheti kush është mbas videos, a është musliman, ose është musliman fare hiç. Edhe fol për dietarin, flitet për Allahun dhu xhelal, flitet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e për dietarët e mëdhtë kësaj feje. Do thonë, në rast të tillë kemi pas edhe se nuk i pështon. A mund mi pështu njeri dezinformatave? Thjesht s'mundesh, s'në ik. Do thonë, njerëz të tillë që ose janë me qëllim, ose janë pa qëllimshëm, unë besoj që janë njerëz të smur. Do thonë, kanë probleme shpirtërore ata kanë. Do thonë, duke nis nga hipokrizia, duke nis nga inati, duke nis nga hasedi, duke nis janë shumë zemër ngushtë. Kanë probleme të veta psiqike ata, por çat edhe miren me këtë gjë. Se njëri çka është i rahatshëm. Po mund të thonë se një prej pasojave është negative të gënjeshtës, është ti ke mundësi me çu njeriu devim, në thithje, saj e ndryshon bindjen e tij për shkak të ndonjë videos të fabrikuar. Po. Ose ja instalon aty një dyshim që do ta mbajë tani jetën dhe do të ketë pasojat e saj. Çështja e dytë është se shkaktohet edhe huti tek njeriu. Do thonë se vijnë shumë informata të rreme, nuk din se do shta ne që jemi pak, të themi kushtimi gjerata ma të re, kemi një dhe njohuri, po ka njerëz që janë në mosh, të cilët huton dhe habiten edhe nuk din me dallu shka është e falsifikuar dhe shka është e vërtet. Edhe shka këton taj huti. Shkelen drejtat e njerëzve, humbët besnikëria, të hapet armiqësia mes njerëzve. Urrejtja, deri te ndarja, domethënë shkurorëzimet, bullizmi që ka ndodhur dhe fund mund ardhë edhe te vrasja. Domethënë një vrasje e ka një piknisje. Sigurisht. Fillimi ka qenë fjala, biseda. Domethënë ato informata që kanë këmbyn njëri me tjetrin, rrenat e mashtrimet, gënjeshtra ndoshta ka pas kundër. Mund me thon dikush në këtë moment për shembull, po mirë çka të bëjmë na? Informat, dezinformat, gënjeshtër, falsifikim, çfarë roli na mund me pas, si ti dallojmë këto. Dhe është më kujtu tash rasti i kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për sahabijën i cili ka ardhur në Mekë, edhe me të madhe mushrikët kanë shkuar dhe kanë dhënë dezinformata për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të mos takohet me ta, mos gabon me ndëgju fjalën e tij, mos e më bë me ngu, ai ti të bën seher, ai kështu. Sa që kishte vënë pamuk në veshët e tij. Do thonë dezinformata është e rëndë, do thonë ndikon në vendimet e njeriu, do thonë mund një vendim i vogël po i kushton atij shumë. Sa që ai vet është ndarë dhe ka menu, po mirë, ai ditur po, se i ka pas tash, domethënë ato përgatitjet e veta që me dallu të mirën për të keqen. I ditur po, e ka njoft poezinë arabe, po i ka një që traditat prej ardhin e arabëve këtë, tullën me të bisedoj, që po më thot. Edhe ka qenë një përshat që të pranon fen, islamin. Do thonë, sot një rol të tillë do të me lutë çdo njeri, ka thënë. Jam i ditur për këtë fush? Jo. Atër pa tjetër dush me kthy tek njerëz të ditur. Të autoritetit. Pa tjetër. Nuk e ktheve. Mbaje përgjegjësinë se çka do të kesh më tutje. Do thonë, mund të kushtoje në besimin tënd, në ajo dezinformata, mund të kushtoje në ibadetet e tu, me adhuru Allahun këtë gabimisht, ndoshta në namaz, ndoshta në avdes, ndoshta në xherim, ndoshta. Edhe neve shpesh na bjen rasti kur brenda Ramazanit dikush ka ardhur të ka pyet po ku menu se kjo e ka prish Ramazanin, fakt nuk e ka prish. Ja ka dhënë informatën këtë gabimisht. Ndoshta po kthejmë jo me qëllim. Ama pse e bart lajmin kur si i sigurt çfarë lajmi është? Ja ke prish Ramazanin njëri të ke dyshim, ose pyet ChatGPT, se ChatGPT është nuk ta një gjendjen tënde, nuk ta një situatën, nuk të një rrethonat. Foto ndonjë hoxh, pyet hoxhën. E kjo është edhe një problem. Njerëzit tash po mbështeten shumë në këto aparatet të mençura. Po, pas atë tash po edhe pastaj po e tregojnë atë banalitetin sa që dikush e vet se çka të pi, ku të dal, ata çelë derën, ata bëj këtë. Ajo është ndoshta është pak shenjë humori, po
ka njerëz që për çdo send më të madhe të vogël, se për shembull, kjo është u përhap më të madhe. Ka disa simptoma në trupin e tij, edhe vetë ChatGPT. Çfarë smundje? O njeri, shko te mjeku. Nëse nuk i beson njëri, shko te i dyti, te i treti. Konstonin mos e le që dezinformata e tilla janë. Ka mundësi me citave zvese, ka mundësi me të adopsu bindjen, e mroki kjo smundje, me ta shpresën, me të kaplu stresi, depresioni. Po edhe i lashin më mja dhon gabim. Po edhe i lashin të ebë gabim. Pasi s'ka përgjësi aty nëse të ka dhon gabim. Edhe interesant, para se më konë kjo ChatGPT, ka grupe në për Facebook, për forumet ndryshme, që pysin për kështu punë mjek, aty nuk ka mjek në mesin e tyre. Pytin prit njënin e qëtërin, me vendos për shnetin e fëmijës vetë, duke pyet tjetër. Fëmija e ti nuk e ka njëtën situatë si fëmija e jotë. Njëtën smullit, nuk guxosh ti ta marrësh informat për edhe kjo e jep. Ta të regoj një rast i vërtet, si një kolegë në punë, tha, diçka mu infektu në sytë, para mu edhe shoqës teme infektu. E tha i mora ato pika që i ka marrë shoqë eme edhe, i vendosa alha ma ketë që bu. Shkohet e mjeku edhe, a i më tha, pa këto, ajo i ka për veti, ti dush ma artë e mjeku me një caktu. Kjo është ajo, shka thamë, do të njerëzit... Zdo fush prek, më flanë, fana fetare, ana e mjekësis. Për zdo send qka dezinformata mund me pas pasoja shumë tranë, do të thonë, me një përfundim fatal. Mund me pas në fund që rikëthimi edhe pasaj përmisimi atyve gabime është i randë ose mund me thonë edhe i pa mundshëm. Kur banë të gabime. Duhet me pas kujdes. Thave ma heret se edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka shpëtu dezinformatave. Është prek brenda familjes i tek Aisha radhiyallahu anha. Një gjë që ka zgjat me ditë të tëra. Dhe është dash me zbrit sure për me tregu pastërtinë e saj. Dhe Allah dhul xhelal është mirë që mos e ra rasti këtu. Këtë sure mirë është me lexu. Se aty Allah dhul xhelal jep në një prej ajeteve, do të thonë detyrat që duhet të ketë muslimani si e merr lajmin. Do të thonë është me të vërtetë na duhet, përderisa thash dëshirojmë islamin ta praktikojmë dhe ta jetojmë çdo sferë të jetës. E që nesër mos më bëj Allah në rujt shkaktar që të ndahet dikush në familje apo prindi me fëmijën e vet të ketë raporte të acarume ose shoku me shokun, kolegu i punës, kudo qoftë në shoqëri. Thjesht jemi pjesë e atij hadithe që thot pejgamberi sa duhet mirën për tjetrën sikur që do për veten. Edhe mos e duj të keqen as për tjetrën sikur që s'do për veten. As për veten. Kjo është rregulli i artë i etikës, domethënë, i cili është nëse dëshiron me jetu mirë, sillu mirë ndaj të tjerë, apo nëse dëshiron që ato sillen mirë, ashtu sillu ndaj të tjerë. Hoxha, mos më përmend disa hadithe që flasin për gënjeshtën. Më kujtu hadithi i Muadhit, ku e pyet pejgamberin, a do të merremi në përgjegjësi për ato gjëra që i flasim? Çka të vënë? Është pak si çortim. Thaqilat ka ummuk, mos pas nana o Muadh. Ata ka diçka që i shtin më shumë të zjarr xhenemit se sa me fytyrë, duke i tërhequr zvarr zjarr, se sa që kanë fol me gjuhët e tyre. Interesant pyetje Muadhit. Po ndonjëherë mund të nënvlerësojmë gjërat, ndonjëherë mund të mos a dim pasojat e rënda të gjërave, po ja që njeriu e shëron veten me dije, kërkon burimin e vërtet dijes. Edhe e ka pyet pejgamberi alayhis salam dhe i ka kallzu dhe edhe çortimin që ja ka dhënë pejgamberi, çortim me vend, që tek ai mund gjallë një kujdes pak më i madh ndaj këtij aspekti. Nuk kur e shohim se, ama pse shumica njerëzve me përfunduar në gjatë xhenemit për shkak gjuhës. Me thon, s'ka babe kur gjaj, thjesht ka fol. Ajo. Ama pasojat e të folurit, ai mund me shkue... Aja fjala e urtë shqipe, ku thot, gjuha s'ka eshtra, po thën eshtra. E vërtet. Masanena, e mund me prek fjala jote një individ, mund me prek një grup të tërë.
Thonë, një familje mos më kanë ratë për fjalëve tua. Thash, kush e mban përgjegjësinë se është bë dikush shkaktar që të ndahet burrë dhe pregus? S'mban përgjegjësi? Ja, ka përgjegjësi. Nëse jo në këtë botën tjetër. Andaj, shpesh në Kur'an e gjejmë se si Allahu Xhelal këto këshilla, sikur që është tash për dezinformatën, sikur që janë këshilla për shembull kur Allahu Xhelal flet për ata që duhet me marr të mirë peshore. Në fund Allahu Xhelal përmend thonë sikur të kishin besuar ditën e fundit. Me të vërtet besimi në ahiret, besimi se në ditë do dalsh dhe do të japsh llogari për çdo fjalë, e privon pak njeriu dhe e frenon. E llogaridhënies përfundimtar. Se s'ke ndryshe në çfarë mënyre ti ndalesh njerëzit. Nuk ka. Do thonë kërcënimi i vetëm është kërcënimi me ahiret. E atëherë ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe rastet e ndryshme në atë hadithin e njohur ku në atë udhëtimin me lekët i ka pasur si dënon njerëzit. Njëra prej tyre është marrë me thashë thëmë shumë. Dhe është një prej gjërave që Allahu mos tepër me urren. Qila wa qal. Jam si bin namime me. Ka pas shpifje edhe një prej dënimeve të varrit. Është edhe ajo. E tash nëse pak nalesh dhe mendon këto hadithe, këto kërcënime, atëherë më të vërtetë do të më ta rrënqeth trupin dhe pak e privon thjesht don të flasësh, don me përcjell informatën më të mirë. Se 2 herë më të 13 herë e pren, e shikon, je i sigurt, po, ne jemi të obliguar për hap të mirën si musliman. Andaj pejgamberi e ka lidh me iman. Kush beson Allahun dhe ditën e fundit, ose le të fol mirë, ose le të hesh. Çështja e imanit në Allah, çështja e imanit në besim ditën e fundit, është një prej shtytësve kryesor që ty të bën me u frenu pak. A beson Allahun dhe ditën e fundit, a ka dal tash? Ja fol mirë, ja hesh. Amone, apo të ku mbet besimi jot në ahiret? Llogaria për Allahu dhe xhallahu. Kur ti për një pyetje prej Zotit se si kemi dhënë përgjegjësi, do ta mendosh atë e ku mor për shumë pyetje, për shumë gabime, për shumë dezinformata, për shumë rrëna, për shumë ashtu. Është më të vërtet pastaj nuk po varret se besimi në Zot, besimi në botën e fundit, që po përmend edhe këtë ditë edhe në ajetet. Do thonë duhet me lan gjurmë dhe efektet në jetën tonë përditshme. E shet se një njeri është i përmbajtur. Shikon se çka flet. Pa e shenja e imanit. A e shenjë se për një me është duke përgatit vetën se nesër del para Zotit. Është i përgatit para të dhe duhet më konë kjo angazhimi jonë, duhet më konë një vetdije pak me madhe të gjithë ne që këtë botë që po jetojmë, këtë kohë të fundit që po jetojmë, që jemi të bombarduar me shumë informata, se letë mirët, shumë është e kollajshme të qasësh informatës, që më herët ka mungue, në është dash më kanë dikush ekspert i leximit që ka lexuar tepër të më kanë njëri informum. Sot informohet secili, shumë. Ama e ki barën e përgjegjësinë e madhe se si kemi përcjell atë për ndryshe përgatitur për një llogari, për një llogari shumë të rëndë para Zotit. Ne cekëm se cilësia e besimtarit është me qenë i sinqertë dhe çdo herë ta flet të vërtetë. Kjo cilësi ka qenë cilësia e disa jo besimtarëve. Këtu e kemi rastin e Sufjanit, Ebu Sufjan, kur takohet me Heraklin. Po. Mosh me na elaboru këtë, ose rasti i Hindit, gruas së Ebu Sufjanit, e cila ka thënë, domethënë se kjo është një rast tjetër për zina, se një grua fisnike nuk bën zina, po buri i saj e flet se kur e pyet Herakliu atë numrin e madh pyetjeve për pejgamberin e Islam për me vërtetësuar se kush është mbrapa tij. Në një prej pyetjeve thot do të kisha dashur këtu me gënjy, po nuk e ka toleru edhe natë fisnikria, po ajo fisnikria, mburja para arabëve, para fisit, para familjes vet, se nuk ka dashur me rënu personalitetin e tij. Bjen personaliteti i atij personi i cili mirret me thashë kundër armikut të tij, njeriu jo besimtar kundër muslimanit, pejgamberit e Islam, përmbahet nga gënjeshtra, ndërsa sot muslimani ndaj muslimanit,
Do më thonë, shpesh brenda në familje, jashtë familjes, në lagje, në mahall, gënjeshtra po përhapet si një vërshim, adi, i cili ka kaplu pothuajse çdo formë. Do të thonë sport të jetës. Besoj që edhe ju këtu në atë kohën ku e kryeni detyrën juaj se hoxh, e keni parasysh, vjen dikush edhe ta paraqet një problem të vetën. Ose në biznes, ose në familje, vajza s'është rahat me burrin e vet, djali s'është rahat me bashkëshorten e tij. Edhe nisa të jep informatat nga ana e tij. Gati se më është bë bindje se ato informata mos pranohen nga dora e parë. Pse ndoshta gjysma më tepër të janë sakta. Nuk janë sakta. Janë të sajume sikur që i konvenon atij vet. Për ta qit veten viktim, për ta qit veten të drejtë. Për ta viktimizuar vetën, për ta nxjerrë veten. Tash ti pranoje, për shembull, fjalën e tij. Pa e dëgjuar palë tjetër, gabon detyrimisht. Nuk ik nga gabimi. Thonë se s'mund më ka njëri i drejtë. Por atë edhe në fe është e parapame që të dëgjon dy palët gjatë gjykimit. Qoftë për një problem të vogël, për një problem të madh. Se natyra e njeriut ngren nga ajo, shkon ka ajo që ta përdoret dezinformatën. Begjine tu alel muddej, ai që akuzon të sjell argument. Argumente. Waliminu ala man ankar, nëse ai që e mohon atë, Betohet. Subhanallah. Na duhet më kon pak më suqel se thjesht është zamani i tillë që njerëzit janë larg mësimeve fetare, feja më shumë po mbetet si informant brenda mendjeve tona, por jo ajo që e përjetohet në çdo sferë të jetës, thjesht ti edhe borxh kur merr e ke një rregull fetar se si do të marrësh borxh, e si do të regjistrohet ajo, e ti rish, do të thonë afatit caktum me fjalë, me besë, e kështu me radhë. Thjesht feja do të më prej këto gjëra, po nuk i prej këto gjëra, atëherë për çfarë fetarie po flasim? Ne fatkeqësisht fillon marrëveshja, se kena pas disa raste të marrëveshje të ortakrisë mes personave. Fillon me një besim të pakufishëm, njëri tjetrit i besojnë. Dhe kanë bindje se ai nuk e mohon besimin tënd ndaj ortakut tënd, nëse ti i shenon pikat e marrëveshjes. E shenon kur sa ka investu, do të thonë sa është përqindja e ndarjes së profitit, e kështu me radhë, këtë do të shenon. Pastaj nëse ndodh ndonjë mosmarrëveshje, ka mundësi me ndodhë mosmarrëveshje. Se njerëz jemi, në veçantë në këtë kohë kur jeni të ndikuar nga shumë faktorë, që e ke dokumentin kur kthehesh. A e kene shkujti po, Spaku ku kthesh, ku po referosh, nëse e le hap, frek e kemi bisedu këto me një mexhlis, edhe njerëzit e vërin se është problem si çështje ta menaxhosh. Po ja lyp shoku dostit vet. Edhe thot hajde ta shkruajmë, edhe bëraj shoqëria mes atyre dyre. O thonë, mos më zë dost shok që sa vjet ose familjar. O thonë, na shumë keq që kuptojmë këtë, çështjen e regjistrimit, ose shitblerjes dhe investimeve edhe gjërave, ose ndarjes trashëgimisë. Shumica problemeve të ndarjes trashëgimisë që s'ka dokument, s'ka regjistrim. Kur kush s'ka dhënë nënshkrim aty ne. Thjesht masajna lindin dezinformatët. I kam thënë, më ka thënë ashtu, unë kam pas fol kështu, hajde verifikoj ato fjalë, pastaj më shmi dalë në fund. Pleqt janë marrë vesh, tamatash, është gjallë dikush për pleqt sosh. Jo, kush fol në emër të atyre? Ati jo, s'janë. Atë se cili ka mundësi me tanë që. Në që atin këtë kohë, kur, si që thamë, gënjeshtra, është bërë pjesë e natyrës së njeriut të quajmë thojza modern. Është një bindje se nëse je shumë i sinqert, nëse vetëm e synon të vërtetën, kime ka njeri naiv, njeri që do të mashtrojnë, do të luajnë me ty, do të marginalizojnë, do të largojnë nga vëmendja, do të bëjnë padrejtësi, ndërsa nëse je gënjeshtar, atëherë je pakës dinak, je pakës i gjinshëm, edhe kemi pas sukses në jetën tënde. A nuk e dinë se ajo që ndërtohet mbi gënjeshtër është gënjeshtër. Dhe shpesher në thoj ke
një profesor, kur ishte koha e provimeve. Ai që kopjon, edhe merr notën, diplomën që e ka marrë, është shkak që ai të ushqehet me haram deri në fund. E thot çdo sent që ushqehet ai në bazë të asaj diplomës, thot, fenaru aula bihi, do të digjet me zjarrin e xhehenemit. Prandaj këta njerëz që mendojnë se me mashtrim, me gënjeshtër, me dezinformata kanë arritur ndonjë përfitim material, thojza, realisht ata vetë e kanë ngarkuar me mëkate edhe e rrezikojnë jetën e tyre me dënime e zjarrit të xhenemit. Ndoshta në këtë botë i pështon thjesht, domethënë gjykimit, i pështon shumë gjërave, edhe pse humb para njerëzve, domethënë humb ai vet as nuk turprohet, ndoshta edhe i shohim në sot për ditë dalin media gjë ka gënjë sot prap del nuk skuqet. Në fare në gale nuk e ka, por nuk i hik ahiretit. E që ajo është për atë do të zgjatet shumë atje gjykimi. Për çfarë do të mirën pyetje secili për çdo gjë të vogël atë madhe, edhe do të habit njerëz sepse këto gjëra pas kanë regjistruar gjitha këto në regjistër. Ma thjesht më të vërtet ka ardhur një moment ku mundemi me thonë me gojë të hapur njerëzve, keni kujdes. Keni kujdes. Mirë, ama mos me zon besh bas kërkujt, ja, e ki një prind të shtëpia, e ki një familjar të shtëpia me cilin ti, do të thonë, je rritë ke jetu që e din me përvojën e jetës se është njëri besueshëm. S'po flasim edhe për ata të cilët ki besim dhe e ke vërtetuar besnikrinë e tyre. Po flasim në përgjithësi me shoqëri, me njerëz të cilët i lëkundin, do të thonë, bisedat e tyre, informatat e tyre. Kështu që kujdes se edhe arsyetojnë me vetën ndonjëherë edhe me argumente thojza fetare nëse gënjejnë. Unë kam drejt me gënjë, sepse kështu unë kam nevojtar, e kur jam nevojtar, edhe harami bëhet halal, e darurat të bihul mahdhurat, do të thonë, edhe ajo shka është ndaluar bëhet e lejuar. A nuk e përmend atë pjesën, me tu qaddaru bi qadariha, se vlerësohet sipas momentit, sipas situatës. Me mas caktuar. Me mas të caktuar, jo, më ka kujtuar se mirë si rregull për gjitha shkeljet. Unë jam në nevojë tash për me plotësuar nevojën time. Unë më lejo që të gjë. Hoxhi ndërro, desha me të vetë, sa e cenon unitetin e muslimanëve gënjeshtra dhe dezinformata sot? Do të thonë, duke nis nga rrethi i ngushtë, edhe rrethi i gjan, edhe familje, edhe jashtë, do të shkaku për përçarje, shkaku për urrëtie, shkaku për armiqësim, e ka piknisën tek dezinformata, besoj, të burimet e pasakta, tek ata të cilët mundohen me përhap atë gjë në mesin e një grupi, në mesin e një shoqërie edhe të ngushtë, po edhe të gjerë, me qëllimin që mos sheh harmoni në mesin e tyre, mos sheh mirë, mos sheh përparim, mos sheh zhvillim. Dhe fatkeqësisht kur ne nuk jemi të përgatitur me u mbrojt për këtyre sulmeve, atëherë kemi me qenë viktima se do të ndahemi, do të hidhrohemi me një tjetrin, nuk do të flasim për shumë vite, ndoshta mund marrë dhe të kacafyte dhe të gjëra konflikte të tjera. Do është një frikë e madhe për këto iniciativa që ka dikush i merr, për gjërat që sot po folet edhe në rrafshin kombëtar, ku sot sulmohet gjysma e popullit, ose më tepër se gjysma, ose gjithë populli me dezinformata. Sidomos kohën e fundit kjo çështja e fesë dhe kombit, se sa do të më kanë njëri fetar, e ku do të më kanë kombin në mesin e një njeriu kështu më radh. Gjitha ato janë, domethënë, manipulime dhe gjëra të sajuara, të trilluara. Ato në komente, shpesh në rrjetet sociale, janë aq banale, aq të thonë, është një shpenduri e vërtetë se me çka i akuzojnë musliman, e asgjë nuk ka bazë. Me kanë e bazuar, se është padrejtësi e madhe të ta mohosh, domethënë përkatësinë kombëtare dikush ku di se ai kush është, ku ka lind, prindi i tij kush është. Me çfarë drejtë e merr guximin? Edhe me analizë gjenetike ne vërtetojmë se jemi shqiptar. As nuk diskutohet ajo. Si na quajnë ata ana dollaka pa arab, që kanë ardhur nga lart.
Allah e ka caktuar që unë të lindem në këtë vend dhe gjenetikën time ta kem gjenet shqiptare. E ti nuk ke drejt me mohu këtë. Vetëm për shkak se unë jam musliman apo e praktikoj fenë islame. Prandaj kjo është me të vërtet një keqpërdorim i informatave apo krijimi i hutive me lajme të rreme, me dezinformata për me i përçuar njerëzit musliman. Po. Për në shkaktuar armiqësi, pastaj përdorin fjalor banale dhe gjëra të ndryshme që vetëm se shkaktojnë përçarje dhe fragmentim të shoqërisë shqiptare. Kjo është, inshallah Zoti na ruan prej njerëzve të tillë dashakeq, edhe një përgjegjësi për neve për secilin që kujdes lajmin, kujdes informatën, kujdes nga burimet, ku e merr fen, ku e mëson dinin, ku e mëson ibadetin, ku e mëson adhurimet e tua, sepse nesër ke përgjegjësi para Zotit. S'mund të thonë unë nuk kam përgjegjësi se kështu e gjeta. Jo. Sot është një përgjegjësi e re për ty që duhet ta verifikosh edhe informatën se ku e merr. Se verifikimi nuk kupton që ne kina me në shmodi kanda apo kina me refuzu. Së paku duhemi të jemi në të sigurt. Në diçka që është e vërtet, jo me i motivu veprimtarinë tonë apo besimin tonë me diçka që nuk është. Feja islame është thirrë çdo herë në argumentim dhe në fakte. Kul hatu burhane, kuntum sadiqin. Sepse e vërteta është e vërtet. Do të thonë është thjesht lyp argument sa do se ajo e vërteta është, do të gjesh, nuk ka pse të fshihet. Qartë. S'ke nevojë as të ngushtohesh, për se lehtë është të argumentosh të vërtetën. Andaj edhe dini jon është ashtu Allahu xhala e ka bërë që është i ndërtuar mbi fakte, mbi argumente, që tregojnë vërtetësinë e saj. Kjo çka edhe e dallon prej padyshim edhe pefeve tjera më hershme. Po gjithëruar dal nga dalë erdhëm deri tek fundi i këtij emisioni, deri tek fundi i këtij emisioni. A ke ndonjë këshill të përgjithshme që dëshiron të drejtosh shikuesve tanë që më mbet si një mesazh i këtij emisioni? Më thonë, ajo si këshill do ta kisha përdorur, do thonë edhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fol mirë ose hesht. Sikur të kishin hesht sot shumë për atyre që po flasin edhe po nxjerrin vëner prej gjuhës të tyre, vallahi shoqënia do të ishte shumë marrahshme. Do të edhe prindin e vet në shtëpi vet do ta kishte marrahat, edhe bashkëshortën edhe tjetër. Po ja që vështirë është ta ndalesh atë. Motivuar, financuar, të nxitur, me përhap mjegullaje. Edhe kjo është ajo rezultati e destabilizojnë shoqërinë, shkaktojnë armiqësi edhe i përçan. Do të ishte ka moto e mirë si ta kish me këtë parasysh. Ja flasë mirë, ja nuk flasë miq. Kjo është edhe porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po. Thuaje fol mirë ose hesht. E nuk ka fjalë më të mirë se fjalët e vërtetë. Edhe me këtë porosi nga hoxha i nderuar, e mbarojmë këtë epizod të podcastit Mejlis me shpresë se do të takohemi në javët në vijim. Nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.